fitues të zgjedhjeve 28 dhjetorit, sepse nuk u mbështet Vjosa Osmani edhe për një mandat të dytë për presidentin e Republikës Kosovës. Zgjedhja e presidentit, pra zgjedhja e dështuar e presidentit, ndahet në 2 etapa. E para datës 4 apo 5 mars. 5 mars duket ka qenë në mëngjes, edhe pas datës 5 mars. Para dekretit të jashtëligjshëm për shpërndarje të kuvendit, edhe pas dekretit të jashtëligjshëm të nxituar dhe të gabuar për shpërndarjen e kuvendit. Është e vërtet që deri me datën 4 mars, kur edhe kemi synuar të zgjedhim presidentin, nuk ka pasur mbështetje të opozitës zonja Osmani, të asnjë grupi opozitar. Gjithçka tjetër që thot Lumir Abdigjiku në publik është e pavërtet. Sepse jo vetëm që nuk i ka pasur 15 votat e LDK-s, por nuk i ka pasur as shumë më pak votat LDK-s, se sa që deklarohet tani në publik për shkak se tani ka ndryshuar strategjia. Kështu që nuk ka pasur mundësi të zgjidhet Vjosa Osmani presidente, sepse kanë munguar votat në kuvend. Edhe të vetëvendosjes të koalicionit tuaj? Kjo është e vetmja e vërtet lidhur me mos zgjedhjen e Vjosa Osmani deri me 4 mars. Pas datës 5 mars, pas atij dekreti të nxituar në pikë të mëngjesit, pa asnjë nevojë, pa i dhënë kohë të paktën gjykatës kushtetuese që t'jap një sinjal në cilin drejtim do të shkojë ankesa që kishin paraqitur atje, me atë